Sali Berisha ka vendosur të mos lërë pa përgjigje asnjë nga deklaratat që Edi Rama bën të dielën në podcastin e tij. Qëndrimin që kryeministri mbajti lidhur me zjarrin në pallatin afër farmacisë 10, kryedemokrati e quan avokati për ndërtuesin. Përsëri, Edi Rama mori përsipër ekspertin, mori përsipër avokatin e Armando Lilos. Ai deklaroi se pallatin do ta ndërtojë. Përsëri ndërtuesi, po nëse ndërtuesi nuk ka përgjegjësi për djegjen e pallatit, si mund ta ngarkosh atë për ndërtimin e tij? Pra, tregon një lloj lidhje të pazgjidhshme me atë ndërtues, siç është me ndërtuesit tjerë. Berisha ka vjuar me akuzat se qeveria Rama e ka diskriminuar Veriun duke mos zhvilluar projekte në këtë pjesë të hartës dhe ironizon programin e paketës maleve dhe atë të portës së Alpeve. Tani thot se nga pakete e maleve do kaloj tek porta e maleve në një kohë kur rrafshoj ndërtime të ndërtuara në tokën e Babës, ndërtime të ndërtuara me leje në rreth dhe në zona tjera vetëm për armiqësi politike ndaj tyre. Ai komentoi dhe vizitën më të fundit të kryeministrit në Rom dhe Barcelonë dhe thotë se krekosjet e Ramës me këto vizita u sfumua nga imazhet që mediat ndërkombëtare transmetuan për protestën e opozitës që kërkon largimin e qeverisë Rama. Protesta që Sali Berisha deklaroi se do të vijojnë deri në rrëzimin nga pushteti të socialistëve.